Tani thatë është një periudhë e shkurtër që të realizohet plani, domethënë ose së paku një pjesë më e madhe e shlyerjes së borxheve deri me 2 shtator. Çka do të bëhet deri atëherë? Do të intensifikohet aktiviteti, do të punohet pak më ngjeshur apo do të arrihet objektivi? Gjitha mundësitë tona të komisionit do të jenë në funksion të asaj që të informohen dhe të ftojmë këta borxhlinj në institucionet përkatëse, qofshin nëpërmes radiove lokale, nëpër fletushkave të ndryshme, nëpërmes të faturave të ndërmarrjeve publike që do rikujtojnë këtë borxh i cili ka mbet për periudhën 2008 dhe 2009-2014 që të vinë e të bëjnë kontratat në këto institucione, do me thënë kjo periudhë do të jetë periudha në cilën edhe komisionet, mirë po edhe këto institucionet do të jenë në një vlog shumë më të madh që ky listë jep rezultatet e veta. Kryegjeja ishte vetëm një herë si opcion i vetëm, mirë po më vonë u zgjerua kjo dhe tani ka përfitime plotësuese. Ligji edhe këto çështje i decidive i thotë, gjitha borxhet deri me 31/12/2008 falen me kurth që periudha 2009-2014 të paguhet kryegjeja, aty ku paguhet kryegjeja falen interesi, kamatat dhe ndëshkimet. Mirë po në këtë rast neve kemi mundësinë që të bëjmë edhe kontratat me obligues tonë, i cilat për persona fizik janë 3 vite, ndërsa për personat juridik janë 2 vite, që mund të banë me rata të cilat i kanë me marrëveshje me këta operatorë. Tani, në kek si qëndron situata? Parashikimet për inkasime, do thot nga komplet falja borxhi i cili trajtohet me këtë që është 362 milion, do thot pritet të inkasohen rreth 90 milion euro, afërsisht aty. Deri me tani jemi larg asaj shifre, mirë po presim një intensifikim dhe një interesim më të madh të qytetarëve në këta 2 muaj që kanë mbetur. Ne si korporat kemi filluar po gjithashtu vonë me implementimin e ligjit, kryesisht për shkak se korporata do thot me privatizimin e Kecit në maj të vitit 2013, po pak më specifike, ne kemi humbur kontaktin me konsumatorët fondorë të energjisë elektrike dhe kemi si agent të autorizuar Kecin për mbledhje të borxheve dhe do thot falja borxheve për konsumatorët të cilat është dashur të nënshkruajnë kontratë nuk ka filluar deri në prill, po të shfrytëzoj rastin të njoftoj edhe një herë që tani jemi në funksion dhe të gjithë konsumatorët të cilët dëshirojnë të përfitojnë nga falja borxheve mund të lajmërohen në zyret regionale të Kecit në 7 regione të Kosovës. Tani na ka mbet deri në 2 shtator të punohet, të intensifikohet, të bëhet diçka që sa më shumë përfitues, sepse nuk është i kënaqshëm interesimi i qytetarëve që të përfshirë në këtë program. Dhe unë mendoj që kjo çështje ka pak për analizë tek ne. Të falen gjitha këto borxhe, të jemi neglizhent, të shkojmë në sportelet përkatëse të bëjnë rregullimin e gjendjes së tyre financiare, është pak për analizë. Mirë po thellë shpresoj që këta 2 muaj qytetarët tonë me ndihmën edhe këtyre takimeve që po i kemi përbashkëta edhe nëpërmes informimeve që i kanë të vinë masovikisht dhe të rregullojnë, ta shfrytëzojnë këtë mirë këtë i ligji se shtyrje pas 2 shtatorit nuk do të ketë.